Çfarë këndvështrimi mund të na sillni ju në lidhje me këtë ngjarje ku Shqipëria dhe sot vuan pasojat e ligjit të luftës të cilën Greqia e mban për qëllime politike, duke përdorur si pretekst çfarë faji kishte Shqipëria e cila ishte vetë e pushtuar në fakt nga Italia fashiste që nga toka e saj u sulmua një vend tjetër sovran, po nga një vend i pushtuar siç ishte Shqipëria. Madhështore e shikoni ju këtë rezistencë të grekëve, të cilët shumë shpejt nga tetori në prill u pushtuan nga gjermanët. Hitleri e quante barku i butë i Evropës, Ballkanin, dhe duke parë që Italia i humbi nderin boshtit në luftën me Greqinë, Hitleri sulmoi me sa duket dhe e pushtoi dhe e mori në kontroll për të mos e lënë Greqinë në dorën e britanikëve, kundërshtarëve të vet më të idhur. Si mund ta përshkruani ju gjithë të tablo, Armand, si e shikoni, cili është këndvështrimi juaj? Çfarë të re mund të na sillni ju në lidhje me këtë ngjarje dhe cilat duhet të jetë ardhmja e marrëdhënieve shqiptaro-greke, të cilat kanë ngecur për shkak të kësaj historie dhe të kësaj ngjarje? A kanë faj shqiptarët në këtë luftë? Dihet që ka pasur dhe ushtarë shqiptarë, mercenar të rekrutuar në këtë luftë,